Ande nga e kam origjinën unë, ekziston një legjend vendase. Ata quhen thjesht burrat e shelgjeve. Në këtë qytet nuk ka nevojë për zbatimin e ligjit. Këta burra kujdesen për të gjitha problemet. Çdo hap i hedhur, çdo fjalë thënë, çdo pikë gjaku që derdhej. Burrat e shelgjeve e din këtë më mirë se kushdo tjetër. Më besoni, kushdo që ka shkaktuar zëmërimin e burrave është dukur pa lënë gjurmë. Kjo është arsyeja kur kuptova se çfarë kisha bërë, por ishte tepër vonë. Burrat e shelgjeve po vinin për mua, po vinin për të më kapur. Ajo thjesht nuk donte ta mbyllte gojën. Pavarësisht se çfarë i thash dhe çfarë bëra, ajo vazhdonte të ishte histerike. Ajo vazhdonte të bërtiste dhe i vinte rrotull shtëpisë. Ajo tha se gjeti këtë dhe atë dhe e dinte që po e tradhtoja. Më pyeste se kush ishte dhe unë i thash se ishte e çmendur. Mbase u lodh me këtë justifikim. Pas pak nuk mund ta duroja më zërin e saj të mallkuar. Bëja xhiro nga dhoma në dhomë dhe ajo më ndiqte nga pas. Kur arritëm në kuzhinë, më kishte ardhur majtë hundës. Rëmbeva thikën e parë që gjeta dhe ja ngula në fyt. Fytyra e zëmërimit dhe pikëllimit u shkri në një fytyrë dëshpërimi dhe mosbesimi. Lëngu i kuqërremt u derdh në të gjithë bluzën e saj dhe ajo u gjunjëzua duke u përpërlitur në dysheme. Pllakat ajo i çori me thonjë dhe lëshonte gulçime që më ashtuan akoma më shumë inatin. Mora një tigan hekuri që ishte mbi sopën e nxehtë dhe ja vërvita kokës. Një çarje lagësht pasoi goditjen dhe ndërsa nuk kisha më nevojë ta bëja, unë vazhdova. Humba numërimin e herëve që e godita, por mbi rrobat e mia kishte shumë gjak. Ajo që kishte mbetur nga koka e saj, po mbahej së bashku nga ngrimcat e holla të kockave dhe nga gjaku që vazhdonte të dilte çurk. E përplasa në dysheme tiganin me një zhurmë të madhe. Do doja që të kisha sadopak shenja pendese, që të ndihesha paksa njerëzor, por kjo nuk ndodhi. Thjesht isha i lumtur që shpëtova prej saj. Me një rënkim e ngrita trupin e saj nga dyshemeja dhe e hodha në shpatull. Pranë meje vare fytyra e saj, me sytë e vdekur që shikonin në boshllëk. Unë vetëm mund të qeshja. Sa po dola jashtë, hodha në tokë grumbullin e reckosur dhe shkova të gjej një lopat. Atëherë e kuptova që ata po shikonin. Nga pylli dëgjoja përshpëritjet dhe mund të shikoja me bishtë të syrit duke ndjekur çdo lëvizje që bëja. Sa herë që shikoja nga pylli, do të vija re vetëm pemë që mi kishin ngulur syt. E dija që ishin aty. Kur përfundova së varrosuri, kishte rënë muzgu. Isha bërë qull në djers dhe kishte bërë që njollat e gjakut në rrobat e mia të përhapeshin dhe të ktheheshin në ngjyrë portokalli. Ktheva kokën përsëri nga pylli dhe i pash që shikonin të fshehur pas pemëve. Fytyra të gjata, të raskapitura, me sy të zbrazët dhe shumë të dobët. Mund të shikoja vetëm gjysmën e fytyrave, ndërsa ata zgjodhen të fshihen pas trungjeve të pemëve, por ata ishin aty, duke parë dhe duke përshpëritur. Çfarë dreqin po shikoni ju bastard? E dëgjuat? Më duhet ta bëja. Bërtita me sa kisha në kokë. A prisja një përgjigje? Nuk e di. Ata qëndruan pas pemëve dhe thjesht vazhduan të më shikonin. Përshtyva në tokë dhe përplasa lopatën poshtë. Ata do të vinin të më gjenin nga mesi i errësirës, por nuk do të lija të më rrëmbenin dhe do luftoja. U futa në shtëpi dhe u përgatita. Para dyerve, shtyva koltuk dhe komodina. Gozhdova drasa për të mbuluar të gjitha dritaret. Ndërsa dielli zvarrite në horizont, në boshllëkun e stomakut, mu rrënjosi frikë të mërshme. Mos ishin nervat, e urreja të mendoja se ishte një frikë kaq e fuqishme, sa që do filloja të mbushesha me djesht të ftohta. Mbusha armën dhe rrëmbeva një shishe whisky. Piva një glëng të madhe dhe më pas një tjetër, dhe në fund e përplasa shishen në murin përballë. Një derë e lashapur, ishte dera e pasme që shikonte nga pylli. Vura një karrige përpara saj dhe ula me armën e gjaut në prër. Ata ende po më shikonin, burrat tek shelgjet. Për 3 ditë me radhë, qëndruam duke angulur syt njëri tjetrit. Më në fund, raskapitja filloi të më mposhte dhe fillova të dremisja. U përpoqja dëshpërimisht t'i mbaja syt hapur. Për një sekond e mbështeta kokën sipër armës që të mos më binte. Pa pritur u përmenda dhe ngrita kokën lart. Gjëja e fundit që doja të bëja ishte të qelloja veten. Sikur ta dija se çfarë më priste, ndoshta duhet ta kisha bërë. E sforcova veten të qëndroja zgjuar edhe për disa orë të tjera. Dita erdhi, shkoi dhe u bë përsëri natë pa e kuptuar fare. Ata që më ngulnin të rrinin pas pemëve. Fillova të arsyetoj, nëse i mbyllja syt për një sekond, mund të kisha kohë të mjaftueshme për t'i hapur, ndërsa burrat vinin drejt meje në mënyrë që të shplodhesha pak. Duke buzëqeshur, bëra këtë pikërisht që mendova. Sigurisht, është e vështirë të thuash se sa kohë mund të kem fjetur. Mund të ishte një sekond, mund të ishte edhe për ditë të tëra. Hapa syt përsëri dhe vura re se isha akoma ulur në karrigen time me armën e gjaut në dorë. U ngrita kur pash se burrat nuk ishin më pas pemëve. Vrapova jashtë dhe mbajta armën lart. Bëra disa hapa dhe u përpoqja të kontrolloja frymarrjet, të cilat po më rëndonin gjoksin.
Në mënyrë të pakontrolluar po dridhesha dhe kisha të pamundur ta mbaja armën e fiksuar. Kur nuk pash asgjë jashtë, isha pak më i qetë dhe fillova të kthehesha në vendin ku po rria, kur papritur ngripa në vend. Ndjeva lot në sytë e mi dhe diçka filloi të më shty lart nga fyti. Burrat e shelgjeve shikonin nga dera dhe nga qoshet e shtëpisë. Mbeta me gojë hapur kur pash fytyrat e deformuara dhe duart e tyre të degëzuara. Më duhet të bëja diçka. Ngrita armën dhe qellova një herë. U shkul një pjesë e kasës së derës, por nuk qellova asnjë prej tyre. Hapa armën dhe mbusha shpejt me fishekët që kisha në xhep. E mbusha me sukses dhe isha gati për të qelluar përsëri. Burrat vazhduan të më shikonin nga distanca. Këtë herë mora shenjë me kujdes dhe qellova. Një tjetër e shtën goditi kornizën e derës, megjithse këtë herë ishte më afër burrave. U përgatita për të qelluar për herë të tretë, kur pash një hije të madhe që më mbuloi. Duke parë lart, burrat e shelgjeve ishin sipër meje. Bërtita me të madhe dhe mbylla tytën e armës me gishtin e madh, duke këputur fare. Me njëherë pas kësaj humba vetdijen dhe u rrëzova. Kur u zgjova, isha akull i ftohtë. Shikimi filloi të më kthej ngadalë dhe ndjeva se po më të riqnin zvarr. Kur pash përreth, zemra më ngriu. Errësira shtrihej aq sa mund të shikonte syri dhe e kuptova se isha në vendin më të thellë të pyllit. Aty ku gishti im kishte qenë dikur, ishte i zi dhe i fryr dhe më ishte mpir deri në parakrah. Kisha dhimbje të forta në kyçe, por nuk e dija pse. Kur pash, vura re se ishin të thyer dhe burrat e shelgjeve po më të riqnin zvarr nga këmbët. Fillova të bërtas sa më fort që munda, që të më dëgjonte dikush, kushdo që ishte. Gjithçka që munda të bëj ishte të dilin nga pemët më shumë burra. Ata më shikonin pas shelgjeve më të frikshëm që kisha parë ndonjëherë. Trungjet e tyre ishin të vogla dhe dukeshin si lëkurë. Toka përreth tyre ishte e kuqe dhe e lagësht, por aty ku isha unë ishte tokë e thatë. Ngrita syt për të parë lart, por u pendova që e bëra. Kufomat pa lëkurë vareshin nëpër pemë dhe gjaku pikonte curil për të ushqyer ato, që tani e dija se ishin pemë prej mishi. Ulurimat e mia u gulltitën nga rësira dhe fyti mu ngjir nga sforcimi. Në heshtje dëgjova një rënkim të dobët. Pash përreth për të parë nëse ishte dikush tjetër, ndoshta ndonjë bastard tjetër që kishte të njëjtin fat me mua. Për të merrin tim, zbulova burimin e rënkimeve. Kufomat që vareshin nëpër degët e pemëve ishin të gjitha akoma gjallë. Së shpejti, edhe mua do më coptoi mishi dhe do të isha i mallkuar të varesha dhe të ushqeja shelgjet e uritur. Nuk kisha asgjë tjetër përveç se të pranoja fatin tim. Burrat e shelgjeve më kishin në duart e tyre dhe do të merrja atë që meritoja.